Pak tek një personazh I cili sjell rekordin Guinness, bëhet fjalë për Agim Agushin, shqiptari I cili ka rekordin e 16 të në botërorin të xhonglimit topit me kokë. Është një rekordmen I cili ka qenë edhe ditën e sotme pikërisht për çeljen e sezonit në Imar. Aktiviteti ka qenë në orën 9 ku njeriu I rekordeve botërore dhe të Guinnessit, Agim Agushi, pas shumë sukseseve edhe ndërkombëtare, arriti edhe rekordin e 16 botëror të xhonglimit të topit me kokë duke veshur 14 bluze në një hapësirë vetëm 1 metër katror. Në një performancë ka qenë në qendër të qytetit bregdetar, Agushi ja ka arritur të fitojë certifikatën botërore, duke lënë një shenjë të suksesit të tij edhe në Himar. Ndërkohë, Agimi ka qenë më herët mësues matematike, po ky pasioni I tij do të më vi për të sqaruar në këto momente në bisedën që do të kem me Agimin. Mirë se vjen Agim, kënaqësi. Mirë se vjen, faleminderit për ftesën. Agim, si tu duk Himara njëherë, po e nis kështu? Po, drejtën me të thonë, ishte hera e parë për mua që vi në Himar, në brendësi të Himarës, sepse kalim kam ardhur më herët në Himar, por megjithatë ishte përgatitje e mirë e hapjes së sezonit turistike këtu në Himar, turist kishte të shumt, vendi bregdetar I mirë, edhe uroj të ju shkon puna në sezon turistike nga sot. Edhe unë ashtu uroj. Pse ky rekord? Pse nuk e di nëse kam në këto momente dhe njëherë lidhjen. Pra, ka qenë në qendër qytetit Agim Agushi, mësuesi nga Kosova, I cili ka tentuar që të thyej një rekord dhe ja ka dalë me sukses, dhe në këtë radhë ka qenë me 14 bluze në një hapësirë për vetëm 1 metër, pra në të njëjtën distancë. Ka qenë një moment absolutisht me shumë duar trokitje për Agim Agushin, mësuesin I cili mëson matematikën, po ka një rigorozitet të papar për të sjell dhe për thyer rekordin e tij të radhës Guinness. Këto momente që jemi duke ndjekur janë live nga Himara. Pra kanë qenë sot në mëngjes nga Himara në orën 9, po ta shihni rreth e rrotull janë dhe ekspertët e fushës, pra ekspertët e Guinnessit të cilët kanë qenë atje sepse ata duhet ishin prezent për të parë sigurisht nëse ka ndonjë hile gjatë sfidës që është duke bërë vet Agimi. Por më herët mësuesi I matematikës nga Kosova, Agim Agushi, ka thyer rekordin e 3 Guinness në qytetin e Pogradecit, ku gjatë sfidës, sigurisht në qendër qytetit, ai arriti të hiqte 26 fanella duke xhongluar me kokë topin. Po ashtu në Shkodër dhe në Durrës kanë qenë rastet kur mësuesi nga Kosova ka vendosur rekordet për xhonglimin e topit me kokë, pra edhe në Durrës dhe në Shkodër, ndërkohë që vishte 25 fanella. Agim, sa orë të dashur të stërvitesh për këtë rekord, ditën e sotëm? Po, unë jam në vazhdimsi të përgjithjeve të rekordeve të tjera në Tiranë, që shpresoj në qershor të realizojë një rekord Guinness në një ndërtesë më të lartë në Shqip. Edhe është një vazhdimsi e ushtrimeve të mia edhe për këtë ngjarje, mirë po ka unë që 2 e tepër që jam duke u përgatitur për rekordet Guinness që do t'i kem edhe në Ulqen, edhe në Vlorë, edhe në Tiranë, po fillimin e kisha në Himar. Domethënë ishte rekordi I parë që filloi për këtë sezon në Himar. Kështu që është që një përgatitje afër 2 muaj. Pra 2 muaj të dash të përgatitesh. Ky rekord çfarë mbante këtë radhë? Xhonglimin? Po, disiplina e rekordit ka qenë veshja e zhvoglimit topit futbollit me kokë duke I veshur 14 bluza, mirë për njëkohësisht duke qëndruar në një hapësirë 1 metër katror. Rekordi Guinness ka qenë 13 fanela, unë fanele arrita më tepër, një kriter që është kërkuar nga selia e librit Guinnessit në Lodër, dhe pritet certifikimi I këtij rekordi Guinness. Të mirët certifikata Guinness të janë sjellën në Himar me emrin e qytetit të Himarës në certifikatën Guinness. Interesante, pra do ketë edhe qytetin e Himarës si emër për ta ruajtur. Kam një pyetje Agim, Kina e ka mbajtur më herët, në cilin vit është thyer ky rekord? Nuk e di nëse e kam Agimin në lidhje përsëri. Agim,
Në cilin vit është thyer ky rekord nga kinezi? Realisht nuk jam të dëgjuar. Okej, ma jepni Agimin në lidhje telefonike, nuk është problem, ma jepni Agimin në lidhje telefonike, po. Po, merreni me telefoni, lutem regjia, sepse dua që edhe këto pak minuta që na kanë mbetur t'i konsumojmë për të marrë informacionin me Agimin. Rëndësi ka informacioni. Pastaj, pra, kjo është video që ditën e sotme i ka dhënë titullin si rekord Guinness, pikërisht Agim Agushit duke xhongluar topin me kokë me 14 fanella në 1 metër katror distancë. Kjo ka qenë interesante këtë radhë. Pra, në këtë sipërfaqe, pikërisht 1 metër katror, që do thotë që ai nuk duhet lëviz, në 1 metër katror nuk duhet lëviz absolutisht në asnjë moment. Pra, në raportin 1 me 1 që Agimi ka qenë duke na thënë, ka qenë duke edhe xhongluar topin, ka mbajtur, pra ka dhënë rekordin, jo vetëm vetes, por edhe himarës, sepse me sa duket është regjistruar himara, aty dhe do t'jetë himara në librin Guinness, si qyteti ku është thyer ky rekord, me disa informacione të rëndësishme të kësaj. Po, a do ta thyej këtë rekord apo jo Agim Agushi? Kjo është një pyetje që mbetet për ta kuptuar ne në vazhdim, nëse do ta kemi edhe Agimin në lidhje. Pra, nëse vërtet ka një plan për thyer rekordin e tij apo jo. Cilat janë rekordet që ai do të thyej në vazhdim, rekordet e tjera që ka. Pra, pas ka disa rekorde të cilat Agim Agushi i ka mbajtur të regjistruara në qytete të ndryshme. Në Pogradec, në Durrës, në Shkodër, plane për Tiranën dhe tashmë nga himara. Agim, të kam në lidhje, besoj. Po. Okej, më thuaj pak, kur është thyer ky rekord, po thoja? Ky rekord është si duhet më herët, i ka qenë në 13 fanele, ka qenë në 13 qershor të vitit 2024 në qytetin e Istogët në Kosovë. Pra ka qenë vjet i thyer. Disa vjet më tepër. Pra ka qenë një rekord që është thyer vjet, apo jo? Po, vitin e kaluar ka qenë sfiduar ky rekord i Guinnessit dhe prapë selia e librit Guinnessit më është kërkuar që ta rreth. Sa rekorde të bëhen tashmë, Agim? Po, ky është i 16 rekord i librit Guinnessit, siç e përmendë edhe ju në Shkodër kam sfiduar, në Durrës, në Pogradec, në Tiranë, në Himar. Po, do të vazhdojë në shumë qytete tjera të Shqipërisë. Qëllimi kryesor është se cili qytet i Shqipërisë të futet në librin e rekordeve Guinness dhe të mbanë në certifikatën e Guinness bishkrimin e qytetit, emrit të qytetit. Kjo është qëllimi edhe im se unë si dhe rekordet e Guinnessit në Shqipëri. Ndërkohë nga ana tjetër, Agim, sa rekorde të bën në total? 16 rekorde të librit të rekordeve të Guinnessit dhe 20 rekorde botërore. Rekordet botërore regjistruan të klubi Saksonisë në qendrën Leipzig të Gjermanisë dhe të rekordet botërore Guinness regjistruan në selinë e librit Guinnessit në Londër. Mrekulli. Wow, shumë, jashtë mase. Çmenduri në fakt për gjithë këto rekorde që ke arritur. Ndërkohë nga ana tjetër, në Tiranë po më thoje në qershor kishe plan për të thyer një rekord. Cili do t'jetë ky plan? Ato po planifikoj të sfidoj rekordin zbritjes shkallëve. Zbritjen e shkallëve? Po, zbritjes shkallëve për një ndërtese, duke zhvillur me top futbollit në kokë. Rekordi aktual Guinness është 1500 shkallë, që është përcaktuar nga selia e librit Guinnessit në Londër. Unë kam kërkuar në Shqipëri ndërtesën më të lartën që ekziston. Në është që është 22 katëshe, ndërtesa, vetëm e të thonë edhe nuk e kam shikuar fizikisht, sepse më dohet ta testoj shkallët, i shoh çfarë përbërje kam shkallët e plotësoj kriteret, që i kërkoj se një libër Guinnessit në Londër, dhe po planifikoj ka 8-9 qershorit ta realizoj në Shqipëri. E qartë, e kuptoj. Mirë, uroj që t'jetë kështu, të mirëpres edhe në qershor për rekordin e radhës.
Gjithë se falënderit shumë, se gëzimit e si. Të falenderoj dhe njëherë Agim Agushin për rekordin që i ka sjell Shqipëris edhe Himarës, pikërisht 14 bluze, 14 fanelat, cilët janë veshur në 1-1 hapësirë në metër katror në hapjen e sezonit, në çeljen e sezonit ditën e sotme në Himari, cili vazhdon edhe nesër. E mbyll programin People për sot, e mbyll në fakt edhe për këtë javë. Bashkë do takohemi nesër në Real People në orën 5, në fakt për të patur një bisedë tjetër shumë të sinqert me një ish mësuese, e cila më ka treguar shumë nga jeta e saj, një personazh shumë interesant, e cila dirkur nga Korça vjen në Shkodër, por jo vetëm, me shumë detajeve që do të vinë nesër në program. Ju lë me Mirelën, si gjithmonë, gjithë mirat.